Ministër, një fitore e rëndësishme sot në këtë miqësor, sa të kënaqur jeni me skuadrën. Very congratulations, Minister. Very important win today. How happy you are for this victory? Thank you very much. First of all, for the players, because the players they play. Okay, it was a friendly game. And we meet a very good team, one team, European team. I want to say. Also, I am proud because I play with the coach of Elbassani in 2007 in Dinamo, and I meet him now, and I was very interesting these things also about the game. Yes, we need to keep and to create one team now, because in the last 3 years we didn't have nothing. We didn't win the trophy, and for me it's important this year to have a reaction. Patjetër trajneri është shprehur shumë i lumtur, patjetër për fitoren dhe për dedikon skuadrës, sepse ato ishin në fushë dhe ato fituan këtë ndeshje, dhe pse ndeshje miqësore e kishin përballë një kundërshtar si Elbasan, një skuadër europiane, edhe vendosi edhe në pa për Mr. Gozdanovicin, që ka luajtur përpara disa vitesh përballë dhe që ishte një emocion, një eksperiencë e veçantë në këtë ndeshje, ndërkohë që skuadra pra po vijon me njëjtin objektiv, dëshirën e madhe që pas 3 sezonesh, sepse kjo skuadër për Partizani ka 3 sezone pa fituar kampionatin, edhe të përpjekim të bëjmë maksimumin në një mënyrë të dalim të rikthejmë titullin këtë skuadër. Çfarë prisni nga merkato në ditën e dienë? What are your expectations in transfers for the next for this? If we transfer another player, Yeah. it's possible. But first of all, I want to say I have a lot of trust in my players in that moment, and for me this is important. And if you have something need, okay, I will speak with my administrative plan. Patjetër që mund të jetë mundur, pra mund të kemi patjetër dhe dëshirë për transferte, por momentalisht kam një skuadër dhe që i besoj shumë djemve që kam, por nëse do më duhet me patjetër një lojtar ose diçka, mund të flas me stafin drejtues të klubit pra për të mundësuar një lojtar, një transfer të mundshme.